refuzimit, nëse ju kujtohet, të tubacionit Ferizaj Shkup. Do thot, ishte ai projekt që financojnë nga Amerikanët me $200 milion, u refuzu dhe është debatu, do thot, po tani kemi një nismë tretë, kjo është e treta, pas Kosovës së re, tubacionit Ferizaj Shkup, kjo është nisma e tretë. Dhe nëse sërish Kosova refuzon, mendoj që mund të ketë pasoja shumë serioze, zgjidhet dhe ashtu si që kërkon pala amerikane. Në instancë fundit, Kosova shumë procese i ka kalu me mësajet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo nuk është diçka që qytetarët nuk e dinë, e dinë qytetarët tonë. Nuk kam nevojë të bëj shpjegime. Ata kanë bombardu Serbinë dhe kanë shliru Kosovën. Ata kanë përgatit një shpalljen e pavarësisë Kosovës. Jo ne. Ne kemi qenë plan 2 tonë e di atë, edhe dini edhe ju. Ata kanë siguruar njohjet. Dhe tani Kosova të mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor. Në Ballkanin Perëndimor, kjo do të ishte nonsens politik, do për mua kryesisht i pashpjegueshëm. Dikush duhet ta shpjegoj. Nuk mjafton vetëm me kategori financiare, sepse ndoshta ai gaz, ndoshta mund të jetë edhe më i shtrejtë se energjia që blehet në vendet fshinja dhe në Serbi, por kjo çështje politike dhe gjeopolitike dhe nuk matet me mjete financiare. Është siguri nacionale, energjia se do shndërru në siguri kombëtare. Pra, nuk matet çdo gjë me para, nuk matet çdo gjë me euro dhe dollar. Ka ta zëmë